Të dashur miq, e dëgjuat skandalin e fundit që Kryeministri i Shqipërisë bëri sot në Popcast, duke u kthyer në një avokat personal mbrojtës të Belinda Ballukut, duke deklaruar që akti që SPAK ka marrë duke pezulluar nga detyra është një akt i pa precedent. Nuk ka ndodhur në asnjë vend të Bashkimit Evropian, por jo vetëm edhe në botë. Duke referuar gjykatës së Venecijës dhe gjykatës europiane të Strasburgut, ku thotë që gjyqësori nuk mund të pushojë nga detyra një ministër sipas një standardeve europiane, sepse është antikushtetuese dhe antidemokratike. Por është e paprecedent dhe është një akt që nuk ka ndodhur në asnjë vend të Bashkimit Evropian. Dhe jo vetëm për në gjithë botën, që një kryeministër del në mbrojtje të një zvenc kryeministre e cila është marrë e pandehur dhe është e dyshuar për korrupsion. Dhe ky është vërtet një turp. Ky është vërtet një shfaqje turpi, një tallje me çdo qytetar shqiptar. Në Kin shkoni e vërtetoni. Ministri i infrastrukturës dha dorëheqjen sepse ra ura, kurse në Shqipëri jo vetëm që nuk jep dorëheqjen zvenc kryeministria, por kryeministri është kthyer në një avokat të mbrojtës kur e mbron me çdo kusht. Këta dhe ky janë bërë një garant i korrupsionit. Mbrojnë me çdo kusht njëri tjetrin, sepse nuk është një qeveri, është një band kriminalash, është një zinxhir që para njëri bjen të gjithë. Të dashur miq, jemi vërtet në një emergjencë kombëtare, sepse po të ndodhte kjo që po ndodhte në Shqipëri në një vend Bashkimit Evropian, ta do të ishin pas hekurave dhe gjithë populli do ishte në shesh për të protestuar. Por sot shqiptarët flasin të njëjtën gjuhë, ata të heshtesh, dhe kemi një opozitë e cila është motra e kësaj që është në pushtet. Dhe kemi një opozitë që është pa kokë, me një plak 90 vjeçar që drejton një opozitë, e cila do të ngjalli shpresë, do të ngjalli jetë, do të ngjalli frymarrje për këtë vend dhe për këtë popull. Por e keq është se jemi në një vërtet në një emergjencë kombëtare.